Dashur miq, jemi sërish bashk në podcastin e Qendresës. Ne kemi pasur mundësi së bashku me të ftuar të komentojmë ose të trajtojmë çështje të cilat lidhen me përditshmërinë, po edhe specifike, kryesisht politikës, ekonomisë dhe arsimit. Në fakt sot ne kemi të ftuar një gazetar të ri, një analist, një shkrues, i cili në fakt është le të themi kontribues në hapësirën publike të mendimit. Ermal Peci. Shumë faleminderit Ermal që je pjesë e këtij komunikimi. Ermal, unë të kam ndjekur, ne bëm pak edhe një bisedë të vogël, të shkurtër para se të fillonim këtë bisedë. Unë kam rënë në gjurmë të punës tënde kur ti bashkë me një koleg merrnit në intervistë Lulzim Bashën, asaj kohe kryetari opozitës i Partisë Demokratike. Edhe ishte shumë interesante dhe më dukej një model i mirë se si të rinj të cilët kanë një talent, një profesion, mundohen në mënyrë profesionale të kontribuojnë në ato që besojnë ose në ato që ndjekin, që përgjithsisht në hapësirën le të themi sidomos politike në vendin tonë, ky është një model që pak ndiqet. Përgjithsisht janë o do bësh dishepullin ose i tharin e kryetarit, po pak i lën vend aspektit profesional dhe teknik për të kontribuar për çështjet që ata besojnë. Edhe si model, le të themi, unë e kam admiruar asaj kohë, ishte shumë interesante dhe origjinale. Megjithatë, kohët kanë kaluar edhe sigurisht ju e keni ndjekur, kanë ndryshuar edhe ka pasur shumë ngjarje politike, megjithatë ti ke qenë gjithmonë aty për të bërë analizat e tua. Edhe mbas asaj unë të kam ndjekur në shkrimet ndryshme që ti je pothuajse i përditshëm ose i përjafshëm me. Ka shumë ngjarje këtu sa na njerë edhe stopohesh, sepse aq shumë ngjarje ndodhin mbi ngjarje mbi vendosje dhe ka plot material në çështë. Edhe thua se ti komentoj. Megjithatë unë çka kam vërejtur nga ajo analiza që ti bën ngjarjeve është një lloj matematike. Tani unë nuk e di nëse ti e ke menduar që është kështu, po në analizën tënde ti mundohesh ti thjeshtësosh gjërat për ta sjellë në një lloj ekuacioni ose në një përfundim pasaj që është logjik, deri diku matematik. Pra, merr një ngjarje plus një ngjarje dhe ka një barazim që është racional. Edhe unë kam përshtypjen që kjo është ajo që të përfaqëson ty, po modestisht sa unë e kam ndjekur analizën dhe shkrimet e tua. Edhe duke e bërë këtë, unë thjesht do doja ta zgjasja pyetjen për thënë, nëse ti mundohesh në analizat e tua ti jesh logjik edhe analitik, a e ke të vështirë kur përgjithsisht politika jon prodhon përfundime jo logjike? Pa përgjithsisht në politikën tonë 1+1 nuk bëjnë asnjëherë 2. Jo vetëm 1+1 që nuk bëjnë asnjëherë 2, por marrin përfundimin që duan ata. Pra kur as edhe se çfarë mund ndodhi në koncepte që sepse është një term filozofik ose sociologjik që thonë 1+1 nuk janë pse të jenë 2, pra për të kundërshtuar shkencën e saktë. Por raporti me politikën apo raporti me të vërtetën që ka pasur në 35 vite politika jon, gjithmonë ka pasur rezultatin që ata kanë dashur. Pra, në momentin kur unë shkruaj Mirgen dhe i drejtohem racionales, mendoj që është dhe kjo të paktën fraza që e vërteta vonon, por në fund del. Pra, dihet ai lajmi i keq thonë ose lajmi i keq bën xhiron e botës, edhe këtu shpeshherë po e them në termin sepse nuk i shikoj që janë budallën se do ishte e gabuar se kanë 35 vite që na kontrollojnë jetën tonë, por diabolizmi i tyre e bën lajmin më shpejt se sa e vërteta dhe unë mundohem që nëpërmjet shkrimit, nëpërmjet fakteve, t'ju pasqyroj njerëzve atë që duhet shohin realisht. Pra, në kohët e sotme Mirgen, ajo që po ndodh me botën lidhet me një trekëndësh të cilën unë e kam muazuar nga një filozof kinez, i cili ka bërë një shoqëri e sfilitur, është një libër dhe nënkupton për pushtetin e thashëthemeve. Pushteti i thashëthemeve është një pushtet i cili ngrihet nga 3 shtylla, po them. Shtylla është politike, shtylla mediatike dhe grupet ekonomike. Në Shqipëri është më qartë e pasqyruar se në çdo vend tjetër, ose ne po e vuajmë kurrizin tonë edhe
e shoh më Po qartë një të lloj gjë. institucionalizmit thashë themit apo? Jo institucionalizmi, por është një lloj strukture për të manipuluar të vërtetën dhe për të mbajtur të vërtetën që ata duan. Pra, duke tregtuar apo duke bërë këtë, se mire tha si një institucion të pavërtetës dhe të ngritur, duke qarkulluar një propagandë, këta arrin që të maksimizojnë fitimet e tyre. Pra, nëse po të marrë ndodh një protestë e cila lidhet me rritjen e çmimeve, ata mundohen ta pasqyrojnë si një protestë sa më minimale që ka interesa politike dhe nuk lidhet me interesat shoqërore apo me problematikat kryesore apo edhe me faktin se si biznesmen të caktuar përdorin pushtetin politik për të përfituar sa më shumë. Dhe këtu ngrihet një mekanizëm i tillë për ta zhvendosur komplet vëmendjen. Pra, këto janë mekanizma të cilët edhe në Shqipëri po të shikosh kur këtu ka ngjarje madhore, po të shkojmë në përballë që vëmendja duhet të jetë në ngjarje të cilat lidhen thellësisht me zhvillime gjeopolitike, në Shqipëri politikanët shqiptar dalin dhe flasin për zhvillime gati mediokre. Dhe këtu e kupton se çfarë duan ata të bëjnë me qëllimin e tyre apo edhe me se si ata e konceptojnë shoqërinë shqiptare dhe kjo është një për arsyeve pse më ka çuar drejt racionalitetit. Kur kam qenë më i ri, kam qenë impulsiv shumë dhe kam parë që impulsiviteti pa një mendje të ftohtë dhe pa një qetësi të brendshme të çon në gremin. Ata tentojnë gjithkohës që të ushqejnë tek shqiptarët impulsivitetin, emocionin dhe kërkojnë t'i thrasin emocionit shqiptarëve apo polarizimit shoqërisë për t'i përçarë, po jo për t'i bashkuar që kur mos t'i jenë bashkë as në kauza, as në iniciativa shoqërore. Këtu jam dakord. Megjithatë, kur thua që e vërteta vonon por del, përgjithsisht e vërteta ka nevojë edhe për ndihmë. Pra, e vërteta nuk është vetë zbuluese. Pra, fakti që ne të dy dim një të vërtetë, nuk mundet ose një pjesë e shoqërisë, sado e vogël ose e madhe, mbar një të vërtetë me mbas vetes, kjo nuk është vetë zbuluese. Pra, jo duke ndenjur, ne mund të presim që e vërteta të... Shko, mund të t'jap një rast të sajt në qoftë se ma lejon, kjo që e vërteta duhet mbështetur. Unë pata para festës pavarësisë, së bashku me mikun tim Azmer Duleviç, patëm një peticion të cilën e çuam në Muzeun e Vjenës. Lidhej me faktin që në Muzeun e Vjenës nuk ishte përcaktuar që Orgjina e Skënderbeut, pra kishte armën dhe për krenaren, dhe vinin miliona vizitorë dhe aty nuk shkroi asgjë kundi shqiptar. Pra ti nuk kishe asnjë të dhënë se çfarë përfaqëson Skënderbeu. Në këtë pushtet thashë theme që është ngritur në Ballkan, ne dim shumë mirë që ka pasur pretendime nga serbët, ka pas pretendime të çmendura nga grekët, që kanë dashur ta përvetësojnë Skënderbeun, ose kanë dashur t'i heqin meritat e Orgjinës që është shqiptar dhe kanë dashur vetëm ta quajnë si kalor si krishtërimit, por që kërkon me domosdoshmë që këtë figurë e cila është ndërkombëtare dhe ka kontribut të madh në edhe si general, por dhe si strateg, janë munduar të fshin. Një peticion bëra unë me Azmerin, e nënshkruam të dy së bashku, ja dërgoi Azmeri drejtorit të Muzeut të Vjenës, dhe kjo pasi këmbgulje dhe pasi ata morën kohën e tyre, në Muzeun e Vjenës u certifikua dhe u përcaktua Orgjina e Skënderbeut dhe u përcaktua e gjithë kontributi i tij. Ky ishte një aksion jashtëzakonisht shumë interesant. Domethënë përgjithsisht njerëzit mundohen të kontribuojnë në vend vetëm duke rrëzuar kryeministra, këto duken shumë punë të vogla. Këto tamam fikse, domethënë se kjo është duhet të futesh dikë në burg ose domethënë që të quhet kontribut. Dhe këto lloj kontribute, sepse unë e kam thënë shpeshherë, edhe për figura të tjera kombëtare të cilat ne kemi që kanë për masa botërore dhe që për ne kanë pasur atë gurin e themelit të kontributit për shoqërinë shqiptare, duhet promovuar nëpërmjet kinematografisë, nëpërmjet filmit, nëpërmjet letërsisë. Dhe ne jemi shumë larg, po nëse ne nuk e prekim
se nuk mjafton vetëm të dalim nga mëngjesi deri në darkë, të shajmë, madje bëhet e bezdishme sepse ne nuk jemi gjyqtar. Pra, E vërtet. e bën gjykata drejtësinë. Neve mund ta shtojmë që shiko, por ne duhet të mos të ngatrojmë rolet, edhe pozicionet shoqëri. Kështu që në A këtë ke pjesë menduar ndonjëherë pse gjithë kjo varfëri le të themi intelektuale, në kuptimin që ne nuk fokusohemi në çështje të cilat lidhen me artin, kulturën, e kam socialen menduar. dhe politika është sporti kombëtar i shqiptarëve. Miguel, e kam menduar dhe sa herë që mendoj hap ndonjë libër që ta kuptoj pse ndodh kjo gjë, se nuk ma shpjegon dot njeri, ose nuk kanë kohë njerëzit më shpjegojnë pse ndodh kjo varfëri intelektuale në Shqipëri. Dhe vetë gjithmonë lexoj individ të cilët kanë rrëzuar komunizmin. Pra, Si nuk për e shembull? kanë Václav Havel. Dhe Václav Havel thoshte vendet postkomuniste, të cilat nuk kanë pasur një rrëzim të komunizmit organik, janë të destinuar, thoshte, edhe e kishte me vendet e Ballkanit të pjesë. Na binte neve dhe aty e gjeja Risku. veten. Imagjinoj sa e bukur e thoshte Miguel. Vendet të cilat janë postkomuniste janë të destinuar, thoshte, të mendojnë ndryshe, të flasin ndryshe, të veprojnë ndryshe. Këtë gjë unë e kam parë në Shqipëri mjaftueshëm. Intelektual që në kafe thonë gjëra ndryshe, pastaj në ekran thonë diçka komplet ndryshe, dhe kur shikojnë që kanë interesa pragmatiste, veprojnë ndryshe. Politikan po, individ po, dhe e kushtëzojnë gjithë me faktin që po tashmë na kushtëzon ekonomia dhe gjen gjithmonë një arsye për të justifikuar pse i bëjnë këto veprime. Është e kalueshme kjo? Shko, proceset janë shumë të rëndësishme në jetë. Edhe njeriu forcohet nëpërmjet procesit. Nietzsche thoshte çfarë nuk të vret të bën më të fortë. Kështu që ne jemi bërë shumë të fortë. Ne nuk kemi bërë të fortë sepse ne kemi pasur një politikë e cila e ka polarizuar shoqërinë. Fatkeqësisht duket erezi që ti mund të jesh i djathtë dhe mund të rish me njerëz të majt, apo mund të kesh qef një shkrimtar të majt, apo mund të kesh një afilacion me një njeri që mund të jetë majtas dhe mund të ketë pasur pushtet politik majtas, dhe ata e quajnë si bashkëpunim edhe pse ty s'ka lidhur kurrë asgjë. Dhe këtë e ka bërë shoqëria që të vrasi politika. E ka bërë politika që të vrasi shoqërinë shqiptare dhe të ketë aty në rresht. Mos të ketë kur këtë civilizimin. Është interesante se sa fuqi ka partia politike në rolin e modelit të një shqiptari. Pra, nëse deri para pak kohësh unë mendoja që ka disa gjëra që nuk tyhen, për shembull kjo trajtimi europianist ose drejt amerikanizmit që ne kishim. Ti shikojnë që sapo kryetari i një partie, le të themi, keqson punët me Amerikën, me atë që ti mendoje që asgjë nuk mund ta zhbëj, gjithë ata që janë ndjekësit e partisë fillojnë edhe e prishin të gjithë këtë konstrukt që ti mendon që është i vendosur mirë në popullat. Dhe këta ja dalin që të ndryshojnë strukturën edhe shoqërore të mënyrës se si mendojnë, veprojnë dhe sillen shoqëritë brenda. Në vende të tjera, për shembull, mund të bëjnë këto lloj çarjesh, mund t'i bëjnë ata të cilët kanë sendimente etnike ose religioni në shoqëri të ndryshme. Këtu nuk e bën as çështja etnike, as religioni, po e bën çështja politike. Dhe si ka mundësi që është vendosur partia politike në qendër të jetës shqiptarit? Miguel, në 35 vite unë kam parë që aktorët politik shqiptar kanë shkatruar shtetin për të ndërtuar pushtetin e tyre. Dhe perëndimi ku ne aspirojmë, se mi që kaloj dhe 8 dhjetori, kemi 35 vite, ke parë vend 35 vite që vërtet e duam Shqipërinë si gjithë Europa dhe ka po të njëjtët aktor politik. Ata që mbajtën fjalimin në 90-të, në thënjishin, me pardesy të bardha, tashmë kanë veshur kostume cilat janë firmato dhe origjinale, nuk ka më pardesy të bardha, por ka palto të bardha ose të zeza dhe janë po të njëjtit. Dhe çfarë ndodh? Këta kur kanë deleguar pushtet, këta nuk e kanë deleguar pushtetin mbi premisa që
ti të zhvillosh, e kanë deleguar pushtetin që ti t'i ngelësh borxh atit. Pra, clearingu që funksionon shpeshherë këtu në ekonominë shqiptare, funksionon dhe në politik. Pra, Si individët, clearingu në politik? Individët karrierën e tyre e kanë me clearing tek këta aktor politik. Dhe ndihen të kushtëzuar sepse e din shumë mirë që nëse dalin nga ajo bërthame e partisë, nuk din bëjnë asgjë. Dhe janë mësuar dhe kanë krijuar një omerta në eshti që ne do të udhëheqemi dhe do të drejtohemi drejt teje, çfarë do lloj narrative të përdorësh ti, ne do ta përtypim edhe do vim që nëse ti merr pushtet, këtë pushtet ta ndash me ne siç e ke ndarë një herë një kohë. Kjo ka ndodhur te PD-ja, kjo ndodh tek PS-ja dhe kjo ndodh kur e dëmton shoqërinë shqiptare. Pra, në këtë situatë ku ne jemi sot, Migen, e shikon mjaft të mirë pasojat që ka lënë apo traumat që ka lënë pushteti politik tek shoqëria shqiptare. Ka pasur një rebelim të shoqërisë shqiptare, e cila është emigracioni, është rebelim. E konsideron protestën? Unë e konsideroj protest, sepse secili prej miqve tanë që është larguar se këtu nuk ka pasur mundësi dhe është ndjer i kushtëzuar. Vjen një moment në jetë që nëse e djali i ri edhe pak rebel dhe mendon që ke aftësi, thua në djalë të vej, më mirë shkoj jashtë se sa duroj presionin, trysnin apo ajo që është më e dhimbshme në sytë e mi është që po heq pjesën e Unazës Tiranës, që është pjesë më e zhvilluar ekonomikisht dhe kulturalisht, ajo që të shqetëson nëse si djem të rinj apo individ cilët kanë menduar se nëpërmjet shkollës do gjeni rrugën e jetës, pra do kishin një punë, do ecën, do shikonin punën e tyre, dhe fatkeqësia më e madhe është kur ata detyrohen të trokasin në dyer kriminalësh, të cilët kontrollojnë pozicione pune. Dhe kjo është fatkeqësia më e madhe që ka pësuar ky vend në sytë e mi. Nuk ka gjë më të rëndont se sa të trokasësh te dera e një njeriu që ti e di që ai ka qenë i njëmi një të zezave dhe ti trokete ai për t'i kërkuar një vend pune dhe sepse ai ka deputetin e zonës dhe gjithë influencën ja ka lënë atij. Dhe kjo ka qenë një arsye pse nga rrethet, mendoj unë, janë larguar një pjesë e madhe konsiderueshme kanë ardhur ose drejt Tiranës ose kanë marrë rrugën për të çuar në emigrim dhe për të qenë të pavarur. Pra puna e tyre se në emigrim shqiptarët ja kanë dalë gjithmonë me punë dhe atje. Pra ti e shikon këtë zhvendosjen e popullsisë për shkak të mos pajtimit me një lloj kriminalizimit të shoqërisë në Shko, fatkeqësisht, Mirgen, se nuk dua të bëj ta politizoj shumë, është krijuar një kakistokraci. Çfarë është kjo? Kakistokraci është kur llumi ngrihet mbi elitat, pra me rolin e elitave, dhe llumi vendos, pra grupet kriminale, strukturat kriminale, vendosin mbi emërimet dhe kjo është shumë e dhimbshme. Pra edhe shoqëria ka një hierarki në thelbin e vet. Dhe vendosur dhe vend para kalit. Po. Dhe tani nuk mundet të hipësh në karrige një njeri i cili jo vetëm që se ka marrë mundimin të lexojë një libër, se po e themi se mund të jetë një menaxher shumë i mirë dhe mund të jetë njëri praktik shumë. Nuk mund të jetë gjithçka që duhet lexosh dhe ti të zësh një karrige, se mund të jesh njëri praktik që hedh mira libra që mund të lexojë individi. Po nuk është ky rasti. Kështu që jo, nuk është ky rasti, por është shumë e rëndom kur ti shikon që ke pasur deputeta, kryetar bashkie, të cilët gjithë Shqipëria e dinte që vinin nga bota e krimit dhe ti i merr dhe i ngre në piedestal. Kështu që kjo është e dhimbshme në sytë e mi kur i ndodh një shoqëri sepse deformon çdo strukturë sociale të shoqërisë. Dhe po deformove strukturën sociale të shoqërisë, atëherë shoqëria është e destinuar të vdesë. Edhe ne jemi duke marrë pjesë në këtë ceremoninë martore të kombit tonë. Ne po mundohemi nëpërmjet fjalës tonë, ti nëpërmjet akteve tua, unë nëpërmjet fjalës time, nëpërmjet aktivizmit shoqëror, të themi aq sa mundet në na dëgjojmë, pastaj se ne fjalën kemi funditës. Ermale, megjithatë ka një fitues të madh në këtë shoqëri që është Rama. Dhe ai ka dalë betejë mbas beteje, le të themi të mbaj pushtetin
edhe të forcoj pozitat e tij në shoqërinë shqiptare, edhe të zhndrohet edhe në i pëlqyer. Unë shpeshherë mendoj që kjo zallamahia e madhe për të thënë që Rama e mban me dhunë, e mban pa me blerje, me shitje, unë mendoj që nga mënyra se si ju imponohet shoqërisë, ja ka dalë që të iluzionoj një pjesë të madhe dhe dukshëm që rendin drejt tij. Megjithatë, duket që pushteti i tij është bërë kështu, duket sikur është i pacënueshëm. A ka diçka që mund ta sfidoj Ramën? Në optikën time, dhe partitë politike kanë kuptuar mjaft mirë që kundërshtari i vetëm i Edi Ramës e ka emrin SPAK. Po SPAK-u s'është parti politike. Është i vetmi institucion që është kundërshtari real i Edi Ramës në këto momente. Partitë politike ne e shikojmë që edhe të rinj nuk arritën dot të tregoheshin të rinj. Vetë Partia Demokratike është ere parë, të paktën unë nuk di modele edhe ja munduar të ulumtoj, nuk ka si model në botë apo në Ballkan që kryetari një opozite të jetë non grata. Vetëm Shqipëria është rast unikal dhe është rast i cili do duhet të studiohet thellësisht se çfarë po ndodh. Kjo interesante kur më thua që kundërshtari vetëm është i Ramës është SPAK-u. Që do të thotë opozita ka mbështypjen duhet të ishte e kënaqur. Nuk është e kënaqur. Nga ky arbitër që i jep penallti pafund opozitës, le të themi. Po të shiko, sepse unë kam thënë shpeshherë, dhe kam thënë dhe si test politike, nëse Berisha largohet politikisht, Rama bie me njerë. Bie me njerë, di pse. Kjo e sfidon, kjo është përgjigjja e pyetjes, sa ka diçka që mund ta sfidoj. Po në sensin, por pse bie me njerë? Domethënë, tani SPAK-u i ka futur të paktën Edi Ramës 2 ekipe futbolli, po them pas sekurave, aq që janë krijuar. Se ka ministra, ish ministra, drejtor të fuqishëm, ka hetime për aktor të rëndësishëm politik, kemi rastin e fundit zonja Balluku, e cila përfaqëson komplet arkitekturën e politikës shqiptare, botë ekonomike, botë e interesave okulte dhe gjithçka. Dhe ne nëse shohim sot, i vetmi sulm që i bëhet SPAK-u deri më sot në Partinë Demokratike nuk ka goditur asnjëherë. Më thënë, SPAK-u ka bërë një hetim, se është zoti Berisha sot është i pandehur, por nuk është se i kanë bërë Partisë Demokratike ndonjë padrejtësi të madhe. Se hetimi është gjë normale. Organi akuzës ka ngritur një akuzë. Po ka ngritur si ish kryeminist tani dhe ai nuk është i paprekshëm ndaj drejtësisë, do duhet hetohet. Nëse ka bërë dhe nëse ka shkelur ligjin, nga mëngjesi deri në darkë i vendosin epitete SPAK-ut, nga mëngjesi deri në darkë e anatemojnë, nga mëngjesi deri në darkë e sulmojnë. Tani, ky institucion. Nëse nuk kapitalizohet politikisht puna e SPAK-ut, kush janë benefitet në këtë shoqëri nga ky institucion? Benefitet nga ky institucion se këtu do të që bën Ramën më të mirë? Jo, benefitet nga ky institucion ka vetëm që Edi Ramës po i vjen dhe po i ngushtohet laku. Pra, SPAK-u, kur unë e thash është kundërshtari i vetëm, nuk e thash është kundërshtari politik. Politika ka punën e vet, se këtu është ngatruar edhe te aktorët politik që politika duhet të bëj rryma të cilat bashkohen për të arritur qëllimin dhe duhet të ketë një politik me parime, sepse demokracia forcohet nga parime, demokracia nuk forcohet nga mitingjet. Mitingjet ne pam edhe në Nepal, mos gaboj, që u ngritën ata dhe i ranë ministrat, po nuk ishte demokracia jo. Po si ishte demokraci? Pra demokracia, ne e dim shumë mirë edhe në libra, edhe në hulumtimet tona, që demokracia që të forcohet duhet bazohet mbi parimet dhe mbi ligjin. SPAK-u në anën tjetër çfarë po na thot? Po na thot që ju keni një qeveri thellësisht të korruptuar. Po kjo është. Keni incineratorët, keni sterilizimin, keni fondet e IPARD-it, keni 5D, 6D, bashkie, deputet, ç'a nuk keni po na thot. Tani, SPAK-u po na i tregon eve. Në anën tjetër, opozita nuk po tenton të përfitoj nga kjo gjë, dhe madje në optikën time opozita në tërësi kanë harruar të bëjnë dhe politik. Dhe duke mos bërë politik dhe duke u menduar që ta mundin Ramën me armët e tija,
Rama del me I fituar sepse sot ka pushtetin politik dhe e kontrollon vendin me dorë të hekurt. Po ti thua që mungon politik, nuk bën më politik opozita, por për shembull opozita në aq copa sa është duke protestuar pa fjala vjen. Ka një foltore 2 të kryetarit të opozitës Berisha, ka një protestë Shqipëria bëhet partia e dytë më e madhe opozitare me karige e ngujuar para zotit Rama. Nga ana tjetër Agron Sheaj përpiqet të ndërtojë një forum intelektualesh, aktivistësh për të ndërtuar një strategji në mbrojtje të spakut edhe luftës antikorrupsion. Qori ka thirrur protestë të enden, pra këta në rrugë janë duke gëluar. Tani temperatura mund të jetë e ulët, po si e lexon të gjithë janë në rrugë. Janë në rrugë, po rrugë pa rrugë, I thonë asaj çështje. Sepse kur ti bën një kaos, duhet të kesh disa qëllime të qarta. Kur bën një protestë, duhet të kesh disa qëllime të qarta. Dhe është shumë e rëndësishme koherenca. Tani, këta janë të gjithë në rrugë dhe këta ç'as kanë thënë për njëri tjetrin. Ke parti opozit që çfarë nuk ka thënë për njëri tjetrin. Domethënë, kjo më çudit e mua tani po. Tani, Agron Sheaj me Adriatik Lapaj janë spak. Kulmit. Se as Lapaj s'ka pas në një pushtet, as Sheaj s'ka pas në një pushtet. Që po të themi të kem pas pushtet ekzekutiv. Sali Berisha, njeri quan bashkëpunëtor të Ramës, kur I intereson, thot hajde bëhemi bashkë se kemi nga shoqëria civile dhe po më pas thot ata janë I shërbejnë regjimit to. Arlindi thot unë nuk bashkohem me ta. Tani në këtë pjesë, ku është futur opozita, e thonë dhe librat e strategjisë së luftës, fundit politika luftë është. Është sa herë që copëzohen opozitat, copëzohet kundërshtari, I favorizuar është ai që kontrollon pushtetin. Unë e shikoj dhe si një garë për të marrë vëmendje. Për çfarë s'u ndodh thoni Roma? Miguel, duhet të jemi të qartë. Politikanët shqiptar nuk mund të jenë as gazetar dhe nuk mund të jenë as njerëz cilët masin rëndësinë e tyre me viralitetin e rrjeteve të Facebookut apo rrjeteve sociale. Më ka bërë shumë përshtypje dhe nuk e kuptoj dot që pse politikanët shqiptar gati po bëhen influencer. Dhe më shqetëson realisht. A do bëjmë politikë? Po pse të shqetëson kjo? Në fund të ditës ata mbietojnë duke marrë vota dhe votat janë të njerëzve dhe sa më shumë njerëz ata të shkojnë, aq më shumë votojnë. Po si ka mundësi Se dhe unë kam bërë këtë, për shembull, sa herë takonte një homolog, për shembull, fjala vjen kryetari I bashkisë, kryetari I bashkisë është akoma për brenda. Kryetari ne I themi ish, po ai është kryetari I bashkisë që ka ndryshuar vend. Ai takonte kryetarin e bashkisë Athinës dhe kishte 80% më pak ndjekës në Instagram kryetari I bashkisë. Këtë do të jepja shembull. Ose Istanbulit ose. Ore si ka mundësi në perëndim, ore edhe në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Përveç 2-3 politikanëve të tjerët mbajnë një profil turp, sepse ti je politikan. Ti nuk je influencer politik, ti nuk mund të jesh njeri I cili e mat punën tënde me sa rilca dhe me sa shikueshmëri merr rilci jot, me sa klikime merr një postimi jot. Politikani mban qëndrime. Politikani mendon se si do të çojë ligje të cilat zhvillojnë dhe ndihmojnë komunitetin. Edhe tani kjo fakti që del takova 5 njerëz, edhe hajta edhin foto, unë e kuptoj që koha po avancon, por kjo kohë që avancon, kaq avantgard janë politikanët apo aktorët politik në Shqipëri që ja u kalojnë dhe këtyre të perëndimit por të Shteteve Bashkuara të Amerikës, se që të tentojnë këta të kenë vëmendjen në mëngjesi deri në darkë me rrjete sociale, jo, secili prej këtyre, edhe nëse këta mbajnë qëndrime të shëndetshme, vinë vetë njerëzit, kur jam ngritur më përpara, ka pasur protesta, ka pasur mobilizim, nuk ka pas rrjete sociale kaq shumë, por thjesht njerëzit e kanë ndier, sepse këto rrjetet sociale në njerë gjajnë fiks, sepse e di dhe çka ka ndodhur, kam parë në disa kampanje fushata në Amerikë që sa herë që e kanë tentuar në bazë të viralitetit ose në personazheve publike
me humbje kanë dalë dhe nuk i kanë dalë kur me sukses, kështu që duhet ta deri dikush e diferencojnë vërtet, këtë. Duhet ta diferencojnë dhe nuk mund të jetë vetëm rrjetet sociale. Ti bëre një paralelizëm, bëre një përfundim duke thënë që opozita është thellësisht, ose unë e kuptova kështu, opozita është thellësisht në një luftë të personalizuar me Ramën, pa treguar një identitet, domethënë pa treguar një alternativë. Kjo ishte ajo që Shko, Partia Demokratike domethënë kjo është gabim, domethënë të investohesh në një luftë me Ramën dhe ndërkohë ti nuk e dhën asnjë lloj alternative, se kjo kam përshtypjen që shkon edhe në këtë logjikën e SPAK-ut. Nëse SPAK-u nuk i krijon avantazh, domethënë lufta që i bën domethënë gjakderdhja që i shkakton SPAK-u pushtetit. Nëse nuk kapitalizohet politikisht nga opozita, atëherë përfundimi është që SPAK-u bën më të mirë Ramën, siç Rama është duke e shitur këtë gjë. Pra thotë, unë ndërtova një drejtësi që do marr nga mua më të keqen time, që në fund mua më nxjerr më të mirë dhe më të drejtë tek shumë të drejtë, sepse është marketuar gjatë gjithë kohës sikur Rama e ka bërë reformën drejtësi. Kështu e ka shitur ai. Por ne dim dhe që unë ja jap të gjithë, nuk kam problem. Ne dim që 140 deputet e firmosën atë, dhe ne dim që Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian kanë qenë promotorët. E vërtet, deri diku me dhunë për ta. Mirgen, ti nuk mund të më predikosh mua paqe dhe moral në qoftë se ti je gjithë ditën me kriminal dhe hajdut. S'mund ma predikosh. Edhe Rama i predikon shqiptarëve drejtësi, kur ka 40, 50, 60 veta pas sekura. Këta i ka marrë vetaj. Këta tjerë ja mori drejtësia. Kur erdhi në 2013, këta kishte. Hajdut, personazhet të botës krimit i mori i futin qeveria, mori drejtësia SPAK-u. Tha një sekond se ti ca ja mori dekriminalizimi që e ka bërë Zoti Basha dhe Partia Demokratike. Tani Edi Rama mund t'i hedhi syve një opinioni të gjerë për shkak se përdor këtë metodën e pushtetit tash e themeve. Por realisht me një mendje racionale ti e kupton që nuk qëndron drejt që Edi Rama është ky njeri që do drejtësinë pafund, dhe në anën tjetër ky çdo njeri që merr pranë vetes se bën mëkatar, ose e çon drejt mëkatit, dhe mëkatit janë parat apo taksat tona. Për sa i përket opozitës tani. Unë mendoj që modelet janë shumë të rëndësishme. Ti nuk mund ta mundësh dot Ramën me armët e tija, me modelin e tij. Pra, nëse Rama është mjeshtër i fjalës, ti nuk mund ta mundësh dot Ramën me atë fuqi. Pra ti do të kuptosh që aty ku Rama ka pasur dhe ka menduar që ka pasur pikën më të fortë, ka pasur dhe pikën më të dobët. Pra, propaganda e Ramës i thoshte ne kemi bërë këtë, kemi bërë këtë, kemi bërë këtë. Po çfarë ndodh? E mund me modele të ndryshme. Dhe ti nuk mund të nxjerrësh, sepse politika ka dy aspekte. Njëri është aspekti ligjor, që ligji flet në fund, dhe një është perceptimi moral. Po. Në qoftë se unë Mirgen, po marr emrin tim, si Ermal se ka opozita as ligjore as morale? Po ja, do të them këtë gjë. Në qoftë se unë si Ermal kam pasur poste X në qeverinë Berisha 2005-2013. Dhe në perceptimin publik, unë tashmë jam në hetim nga SPAK-u. Se kam... dhe SPAK-u ka krijuar një besueshmëri prej 80% në opinionin publik që e mbështesin. Institucioni më i besuar në vend, i cili ja kaloi dhe ambasadës amerikane një moment. Çfarë do mendojnë njerëzit? Që unë jam njeri i cili unë po luftoj që të vi dhe të bëhet një Shqipëri ndryshe? Çfarë do mendojnë njerëzit kur Tirana ka qesh? Ne jemi koshient tani se Tirana nuk është ndonjë qytet që ne nuk e njohim njëri tjetrin. Në qoftë se unë kam qenë një njeri i cili nuk kam pasur asnjë shtëpi, dhe kur ka ardhur Partia Demokratike, unë i kam pesfishuar shtëpitë e mia, atëherë njerëzit do kuptojnë që unë kam punuar për të mirën publike, dhe nëse ti nuk arrin dot të thyesh, dhe kur ti je cullak para një procesi jetimor, dhe ke në anën tjetër edhe një proces apo një monitorim moral nga shoqëria, atëherë ti e ke të pamundur ta thyesh Ramën. Dhe politika nuk mund të jetë
një vend ku ti ulesh deri për gjithë jetës. Sepse në Shqipëri ndodh që politikën ta shikojnë si profesion. Politika ti shkon aty, krijon dhe ndërmerr disa veprime të cilat e përmirësojnë komunitetin dhe pastaj ti ndjek rrugën tënde profesionale. Ti nuk mund ta kesh të lidhur jetën tënde thellësisht me politikën. Dhe në këtë vend ndodh që Rama vetëm duke ju thënë që shiko kë ka mund Gogolin përballë, Rama gjatë gjithë kohës i ka mundur me narrativ. Kuptohet, ka përdorur edhe struktura të errta underground. Unë këtë e besoj, sepse Rama ka më shumë se 4 zgjedhje që trem qytetarët me figurën e Berishës. Pra, edhe kur kishte Bashën përballë, unë mbaj mend atë spotin që Basha kthei në Berishë. Po edhe fotot pas Monika me Bashën, Meta me Berishën. Nëse votoni këtë, merrni këtë nga mbrapa. Domethënë, bën sens që rënja e këtij si kalam mund ta gjejnë në formë të papërgatitur Ramën, siç mund të ishte rasti fjala vjen i opozitës kur nxori një figurë jo politike për kandidat të Tiranës. Ku gjua politike e Ramës dukshëm përsoj një përkulje dhe një lloj çoroditje për të përshtatur me një realitet të ri. Shko çfarë ndodh në këto raste. Duhet kuptojmë që Rama me Berishën janë sar miq publik dhe bashkëpunëtor të heshtur. Dhe ti them bashkëpunëtor të heshtur për shkak se sistemin e kontrollojnë ata dy. Ndryshimet janë garantët e njëri tjetrit, po thonë? Garantët e njëri tjetrit. Kishin dhe Metën në valle, Metja nuk i shërbente më ose ishte i kushtëzuar për shkak të mëkateve që ka Ilir Meta gjatë rrugtimit të tij, dhe duhet kuptojmë sepse këta kanë edh tango vetëm me njëri tjetrin. Nuk ka pasur një moment. 2013 ka qenë Ilir Meta që kaloi tek Rama, në 2009 ishte tek Berisha. Sot mundohet përsëri Partia e Lirisë bëj si opozitare. Në anën tjetër këta sa ikin idhen prapë tek preri i Ramës. Pra, në një qasje publike, edhe në çfarë ka ndodhur në këto 35 vite, ne kemi parë që shpesh këta kanë qenë bashkëpunëtor të reformave cilat kanë kontrolluar sistemin, dhe po kontrollove sistemin e ke të pamundur ta çash. Dhe duke qenë se këta kanë reformën zgjedhore 2009-s, duke qenë se përsëri marrëveshje të caktuara dhe këta kanë pasur vendimarrje të plot në disa momente të rëndësishme, atëre vetëm rrëzimi i njëri tjetrit dhe një politikan i cili nuk ja zgjat dorën e bashkëpunimit për këto marrëveshje apo pretendohet dhe pritet që çdo marrëveshje të kalojë nga Washingtoni, i cili për ne është një garant dhe ka treguar në kontekste historike ose Bashkimi Evropian. Si demokracisë. Po i mirëmbajtës ne kemi neve, sepse askush nuk e thot, jo se nuk e dim, po nuk duan ta thonë që edhe kapitujt në Bashkimin Evropian janë hapur vetëm fal SPAK-ut. Ne e shikojmë që qeveria Rama nuk ose ka bërë ndonjë përmirësim të madh të jetës zhvillimore ose të ketë bërë ndonjë strategji në turizëm, në bujqësi apo edhe në ekonomi, por thelbi ishte vetëm SPAK dhe reforma drejtësi, dhe ne pam dhe ditën e dieshme që zoti Dumani kishte marrë dhe çmim në Britani dhe shumë pak media mos thema SPAK asnjëri nuk e pasqyroi. Kjo është e vërtet. Ermal, unë jam kurioz ta di si përgjigjesh le të themi ose pyetje ose kritik që përgjithsisht edhe unë gjendem përballë shpeshherë. Mos i bëj opozitës. Ma kanë thënë shpeshherë dhe ju kam thënë unë për këtë opozit kam qenë aty dhe kam dalë vetvetiu në këto qëndrime. Opozitës është kur i bën fakti që nuk e marr as tendera, fakti që nuk e bër as pis, fakti që ti nuk është se gjatë ditës i shan dhe gjatë natës ulesh në një njëjtin tryez për të pirë whisky dhe për të ndarë leje ndërtimesh. Fakti është që i ke qëndruar fjalës dhe koherencës tënde, dhe kjo fakti i termit që mos i bë opozitës kërkon këtë polarizimin e shoqërisë dhe përdoret vetëm me faktin që këta nuk duan që të ketë një mendim ndryshe apo të ketë individ të cilët mund të prodhojnë shkatrimin kreativ brenda partive politike.
Dhe mos i bë opozitë opozitës është një term i cili përdoret fatkeqësisht do thoya nga individ të cilët përballë argumenteve zgjedhin të krijojnë diversione. Në debate dhe në diskutime ti duhet i mshosh faktit që apo gënjej unë, apo manipuloj unë me faktet, dhe apo i shërbej unë për agenda caktuara një qëllimi politik. Dhe kjo është ajo se çfarë do të ndodhi me mos i bë opozitë opozitës, sepse kur ne themi duhet drejtësi në këtë vend, ne nuk po i bëjmë opozitë opozitës, ne po duam që ky vend mos na detyroj të largohemi. Kur ne themi mbështesi institucionin e drejtësisë, edhe pse nuk është perfekt spaku, ne po themi që në këtë vend mos ketë më politikanë cilët edhe pse vjedhin dalin të buzëqeshur nga prokurorit, se ne kemi parë përpara dhe duke i gati tragjikomedike kur dinin aktor të caktuar politik nga dyert e prokurorisë dhe ishin të buzëqeshur, sikur kishin vajtë në paratë buzëqeshje. Ilir Meta mori pafajësi me unanimitet me 6 vota. Ai mori me unanimitet, që ne pam, e kupton? Gjyqtarësh. Pam kemi parë prokurorët, kemi parë ministra të tjerë të cilët dilnin të buzëqeshur, ja ishim këtu, pim një kafe, bëm një muhabet, dhe kur ne themi drejtësia një, kur ne themi Shtetet e Bashkuara të Amerikës, se nuk fillon historia kur duam ne. Historia fillon që me presidentin Wilson, kur Noli i shkruajti dhe nuk na lan të copëzohemi përfundimisht si komb, me Kosovën, me momente tjera historike, me rënien e komunizmit, dhe ne nuk mund të përdorim terma sovraniste kur ne nuk kemi krijuar as institucione, nuk kemi as shtet formues dhe jemi gati tribal. Dhe në këtë kontekst, kur këta përdorin terma mos i bë opozitë opozitës, termi i dur është që do duhet i bësh opozitë çdo institucioni, po them se partitë politike institucione janë, të cilat dëmtojnë interesat e vendit tonë. Dhe kjo duhet të vazhdojë dhe do të jetë shumë e shëndetshme të ketë individ të cilët artikulohen mbi fakte dhe mbi probleme të qëndësishme që lidhen drejt për drejt me kauza që prekin marrëdhëniet tona jo vetëm në Shqipëri, por edhe në Ballkan tek faktori shqiptar. Është e vërtet kjo. Unë gjendem shpesher në këtë sikletin e mos i bë kritik opozitës deri diku, domethënë me një lloj e përjetoj me një lloj sikleti, sepse që në artikulim, domethënë mungesa e dëshirës për të patur kritikën edhe le të themi këtë opozitën është për të keq kuptuar konceptin e kritikës. Le të themi nëse një parti opozitare mendojnë që nëpërmjet kritikës ajo do psohet, po ka këtë qasje, absolutisht që unë mund të jem një armik ose ti mund të jesh një armik i tyre, sepse mendojnë që kritika të disavantazhon. Ndërkohë që unë mendoj që duhet jetë e kundërta, pra ne kritikën nuk e bëjmë për të dobësuar, pra ti kritikën ti i qasesh për ta përmirësuar edhe për ta lubrifikuar gjithatë si institucion. Dhe këta gjithmonë e humbin këtë sensin se kush po i kritikon, pse po i kritikon, dhe a janë objektiva, a janë të drejta apo s'janë të drejta. Se nëse unë kam interes ose në njësej qytetar sot ka në Republikë një interes që opozita të jetë më e mirë dhe të jetë forcë për të mundur Ramën, kujt mund t'i bëj kritikaj? Ti bëj Ramës që të bëhet më i mirë? E di ça më nuk bën sens, domethënë edhe unë djalit tim i bëj kritik sepse e dua që ti jetë më i mirë, nuk shkoj edhe mbledh tër kalamajt e shkollës dhe mundohem t'i bëj kritik. E di çfarë mendoj shpeshherë, sepse në edhe po të shikosh ambienti politik, ambienti mediatik përdorin gati një gjuhë urrëtie. Dhe mundohen ta stigmatizojnë individin, mundohen ta trysnojnë dhe mundohen ta frustrojnë me terminologji të cilat nuk kanë lidhje dhe nuk kanë fare të bëjnë me aktivizmin apo me jetën, qoftë tuajën, qoftë time, duke qenë se njihemi dhe personalisht. Po çfarë ndodh? Këta e kanë gjetur si mjet. Pra, po të shikosh, mua ka individ të cilët më futen me adresa falso, dhe unë e di se si vepron një parti politike
kur do të shantazhoj dhe filloj më shajnë. Dhe fillojnë më thonë, më përdorin të epitetet cilat nuk kanë lidhje as me mbiemrin tim, ata shojnë me figurat cilat unë s'kam të bëj as lidhje gjaku, as gjë. Dhe më fillojnë që të më intimidojnë. Edhe po unë e kam kaluar këtë proces, duke qenë se kam bërë dhe aktivizëm politik edhe tashmë nuk më bën asgjë përshtypje kur duan të më stigmatizojnë apo duan të më vendosin në trysni, sepse shpeshherë unë kam pasur individ të cilët nuk kanë guxuar të shkruajnë vetëm se kanë menduar nuk merremi ne me ata. Dhe kjo funksionon tek pjesa më e madhe e individëve, sepse njerëzit nuk janë të predispozuar gjithmonë ta kalojnë këtë procesin që çfarë nuk të vret bën më të fortë, kështu që unë e shikoj dhe të prodhoj shoqëria të gjithë heronj ose të gjithë unë kam një të vetëm ballues të turistnisë. Ta them sinqerisht, unë të vetëm gjë kur marr një qendrim që e di që do bie desh me shumë interesa të cilat lidhen, ju them të shtëpisë vetëm mami, babi mos u shqetësoni dhe vllajt se kjo gjë kështu e ka i them. Kështu që mos u merakosni se shikojnë ndonjëherë në adresa aty që hyn me adresa falso dhe tentojnë më shajnë në këto rrjetet sociale, ose kur dal në për emisione, ju them që mos u shqetësoni se kjo gjë kështu e ka, kështu që mua nuk është se më intimidon kjo gjë, vetëm ju mos u shqetësoni. Pra kjo është ajo shqetësimi im i vetëm, se unë tashmë nuk më bën asnjë përshtypje kur dikush më thot diçka. Dhe kjo lidhet me faktin që këta duan me çdo kusht. O ti do mbrosh vetëm një anë, se ti nuk ke të drejtë ti kritikosh të dyja palët. Pra kjo është një pjesë dhe po të shikosh të mundojnë dhe të vendosin epitete, jo ti mbron këtë, po mbron atë. Konica e thoshte qartë, edhe këtë kije parasysh edhe në diskurset e tua. Thoshte sa herë individi, thoshte Konica, sa herë personi që ke përballë merret me individin që po artikulon iden, atëherë është i sigurt që do thot një idiotlik nga goja. Sepse për sa kohë ai nuk merret me iden që ti shtron në tryez, po merret me ty, ai nga që nuk ka argumenta më për të marrë me iden dhe është i mundur në debat, do filloj do merret me ty personalisht për të bërë këto diversione dhe për dalë mirë para atit që ai kërkon ti shërbej. Po, kjo është kjo ndodh, domethënë kjo është e kundërta e kësaj ndodh gjithmonë, domethënë sa herë ti mundohesh të japësh një artikulim, ne e shikojmë gjithmonë. Konica e ka qartë. Domethënë, nëse Saliajni bënte një takim, e ka porositur Rama. Nëse unë bëj një aksion, më ka porositur Sorosi. Nëse ti bën diçka, të ka bler Rama. Nëse unë mbaj mend kur kemi bërë protestën për çmimet, shkuan deri aty sa ne ishim të rusëve. Domethënë, ti je i kujdo përveç se të merren me atë që ti artikulon. Miguel, ka dhe diçka. Në Shqipëri nuk e di pse, edhe më gjan gati një mundësi komuniste, tentojnë të shpjekin armiq kur të duan. Pra, ne jemi gjithmonë në kërkim të një armiku. Nëse nuk ke armik, shpike i tha Mugosha Enverit. I tha Mugosha Enverit. Partia forcohet. Edhe Ramizja u pas ka thënë këtyre që kur ju ka dhënë ato porositë e fundit, i ka thënë nëse ju nuk keni armiq, shpikeni. Këta Sorosin kur duan e bëjnë armik, kur duan e bëjnë mik. Kur duan thonë ka pasur kontribute se ka hapur universitete, kur duan thonë është tradhtar se ka hapur agenda. Pra këta duhet të jenë të qëndësishëm dhe të merren me problemet kryesore dhe të merren me atë se çfarë ka nevojë shoqëria shqiptare sot. Dhe jo të gjejnë armiq të brendshëm, por të gjejnë kohezion të brendshëm. Ai arrin dot këtë kohezionin e brendshëm se duke i fryrë armës dhe duke i fryrë urrëties nuk mund të mbjellësh dot lule në paqe. Pyetja ime e fundit dhe pastaj do kalojmë tek disa imazhe të cilën unë me të ftuarit ja u paraqis për të marrë një koment që ata marrin si indicie nga fotografia që shohin. Pyetja ime është ose më shumë një lloj reflektimi, partitë politike opozitare. A e ke kuptuar, a e ke vëzhguar ose e ke evidentuar që ka një mungesë të demokracisë dhe si ka mundësi që këto nuk prodhojnë demokraci kur janë në opozitë? Se të mos prodhosh demokraci kur je në pushtet, për shkak të mekanizmit të pushtetit që
filozofët e kanë elaboruar, ti shkon drejt një lloji autoritarizmi dhe drejt një mungese të, po të mos prodhosh demokraci në opozit, kur nuk ka asgjë. Unë këtë nuk arrit të kuptoj dhe këtu dua të fus në fakt, për fat keq edhe partitë të cilat janë të vogla. Po, do ta Se edhe një parti të madhe që është opozitare dhe nuk prodhon demokraci, hajde se po e amnistoj dhe këtë. Po mos prodhoj llogaridhënie, transparencë, institucione të brendshme politike, raprezalje të mendimi ndryshe në opozit, si ka mundësi që të ndodhë kjo? Sepse në mendsinë që është krijuar, këtu është vrarë meritokracia. Dhe mënyra se si janë induktuar dhe mënyra se si janë transmetuar zhvillimet apo kohezionet sociale brenda shoqërisë shqiptare, janë lindur mbi premesat e tradhtisë. Mos këtë, mos atë do ta fusi, se kjo vjen edhe nga komunizmi. Këto është e trashëguar dhe komunizmi, çfarë bënte komunizmi? Vrau garën, se përtej ato tjera që ka pas 100 të këqija. Ka vrarë dhe garën. Edhe shoqëria shqiptare sot nga çfarë vuan? Nga meritokracia, mungesa e meritokracisë. Po partitë e vogla këtë kanë, për shembull Adriatiku e ka leitmotiv garën. Sheja e ka emër të partisë mundsinë, pra garën. Këta i kanë të gjitha terminologjitë që ne kemi garën, por kur ti flet me bashkëpunëtor të tyre të afërt, ata thonë që problemi vetëm aty është gara, që s'ka garë. Që këta pa marrë rrugën mirë, vendosin mbi prioritete apo mbi qëndrime subjektive dhe jo objektive. Dhe fakti që këta nuk zmadhohen, por të kurren, tani po kaloja dhe realisht më erdhi vërtet keq kur shikoja ata të rinj aty që ishin para kryeministrisë. Më erdhi keq në sensin që ishte ftohtë dhe ata po bëjnë një sakrificë që është për tu vlerësuar. Po ishin vetëm 5 veta. Adriatiku, po këtë duhet pyesim Adriatikun, si ka mundësi nga 80.000 vota përfundove 5 veta? Sepse çfarë ndodh? Gjën e parë kur ti bën një parti politike, unë e kuptoj që financat janë të pakta, e kuptoj vështirësitë. Duhet kesh dhe 2 njerëz që të këshillojnë. Por që ti kesh ata si konsulent, jo që të thonë çfarë do ti, po çfarë duhet bërë. Këtë ja kam bërë kritikë edhe unë edhe këshill shpesh. Dhe në këtë kontekst mendoj që përplasja që patën nuk hy kush kishte të drejtë, kush nuk kishte të drejtë, se nuk më takon mua. Por përplasja që patën për një mandat dhe mënyra se si u përcoll kjo në media, solli pasojat e veta. Gabim, djali i ri e rikuperon, nuk diskutohet, se nuk po i mshëm që ajo është fataliteti i jetës. Por, çfarë ndodh? Partitë e reja duhet të kenë një mendësi ndryshe dhe duhet njohin garën dhe nuk duhet njohin thikat pas shpine që kanë bërë partitë e vjetra dhe këta ti përdorin me të rinë, sepse sidomos në këtë moment kur këta shikojnë që sistemi është çimëntuar, edhe individëve ju vdes shpresa dhe po të shikosh dhe kjo mënyrë që këta bëjnë protagonizëm me njëri del të anën, tjetri të martën, dikush mërkurën, dikush të enën, dikush të premnën, çtu dieli jemi pushim, rikthemi përsëri, atëherë kjo është garë mes tyre, jo mes Ramës. Jo për Ramën. Ore, një parti, unë mund të kem, mos pëlqen qendresa qytetare. Por nëse ti thua hajtë bëjmë një kauzë mal për të çmimet, që po rriten ditë për ditë, ose hajtë bëjmë një kauzë mal për naftën që vetëm këtu nuk ulet. Hajtë bëjmë një kauzë mal për apartamentet se nuk blen dot asnjë çift i ri. Tani çfarë themu, mos pëlqen Migeni, po çfarë lidhje ka Migeni? Ne po themi hajde ulemi në këtë kauzë. Dhe kjo kauzë, hajde fitojmë me këtë kauzë, pasi të fitojmë këtë kauzë, ore zihemi prapë me njëri tjetrin, po hajde ta kalojmë këtë kauzën. Këta nuk po duan cilën si politikan. Këta po duan cilën si njerëz egoist. Për sa kohë do të jenë egoist, egoisti më i fituar do të jetë Edi Rama sepse ka pushtetin. Dhe këta nëse nuk duan ta kuptojnë, le të pastaj të zihen për viralitet në rrjetet sociale, dalin nga mëngjes deri në darkë, dikush nga Facebooku, dikush nga YouTubei, dhe mirë do të jenë kështu, por nuk do të jetë mirë për vendin e tyre dhe këto lëvizje
nuk do të kenë struktura që të qëndrojnë gjatë dhe do të shuhen. Këtë duhet kuptojnë ata para se në qoftë se nuk bëj një tryez të rrumbullakët. E vërtetë është kjo. Edhe unë gjithmonë më shoj që e vetmja mënyrë që një alternativë të prosperojë ose të rritet në vendin tonë është që grupi i cili e çon përpara atë ide ose atë aspirat do duhet që patjetër të zbatoj parimet e demokracisë, transparencën, llogaridhënien, mendimin ndryshe, diversitetin. Nëse nuk e bën këtë, kam përshtypjen që gjithmonë të avantazhuar janë ata të cilët janë të mëdhenj, të ngurtësuarit me pushtet, me të gjitha mekanizmat e duhur, po dukshëm vendi jon ka pak dashnor të demokracisë. Por jam si pengesë demokracisë. Jam shumë dakord dhe unë e di që dhe këto që ne themi për parimet e demokracisë shumë e vështirë në Shqipëri të implementohen. Po unë nuk jam dakord me këtë, pse është e vështirë? Se unë e kam bërë shpesh këtë bisedë me miq të mi të cilët qoftë edhe drejtojnë parti ose janë struktura të partisë dhe gjithmonë këtë më thonë që nuk është vendi në Shqipëri për të zbatuar parimet demokratike. Është vendi në Shqipëri, po është e vështirë sepse unë e them si proces. Po ta provoj dikush më ta bëjnë le mos bëhet. Jam shumë dakord se unë të sjell 2005 me duar të pastra, që erdhi Partia Demokratike dhe çfarë kanë folur me individ cilët e kanë prekur atë kohë, unë kam qenë ishte hapi, ishte demokratizimi e periudhës, ishte kopi, ishte ardhja e figurave historike. Po ishte një hapje e partisë, ishte një policentrike, jo. Po, jo egocentrike dhe jo izolantrike, që është më fatkeqësi akoma. Dhe në qoftë se ndodh ky proces, nuk zvogëlohesh, ore prandaj them, ty janë kauzat që të bashkojnë. Që është kjo diskutim, s'më pëlqen mua, nuk e pëlqej unë. Këto janë biseda të cilat janë biseda, po të them, nuk po i vë një terminologji se s'dua të jem pejorativ, por nuk janë politik. Politika është diçka e madhe. Politika merret me kauza, çfarë përfaqësojnë. Dhe kjo është ajo që duhet bëjnë gjitha partitë të superojnë veten e tyre dhe të jenë në një tryez për të mundur Edi Ramën dhe më pas lere pasaj të përplasen prapë me njëri tjetrin, por të arëzoj një Ramën, të kanë dhe ata dhe të shohim nëse si do qeverisin këta, dhe më pas ne kemi mundësi që ti themi shoqërisë edhe këta nuk bëjnë, rrëzojnë edhe këta me votë, se nuk është. Por uji kur qarkullon është shumë më i shëndetshëm se sa kur i në vend. Duke shpresuar që të përmirësohen, ne do presim. Ne do presim, se s'do themi atë duke të konicës. Mirë Malun, kam zgjedhur 5 imazhe për ty edhe ti mund të zgjedhësh të komentosh në cilin drejtim të shpihet ty le të themi impresioni. Në fakt, ky është viti 1921, parlamenti i parë i vendit ton, është fotografia e Kolmarubit, dhe aty brenda mund të gjesh Fanolin, gjesh Fishtën, Luiq Gurakuqin, Dremjedën, Ahmet Zogun, Eshref Rashrin, Ali Kërcyrën, nuk mbarojnë nuk mbarojnë pa fund, por do të them që ka qenë një nga epokat, duke përfshirë rilindje, nga epokat më të ndritura që ka pas shoqëria shqiptare. Të paktën po flas dhe këtu të flasin për periudhën e rilindjes, pastaj të flas dhe pak për Ahmet Zogun. Periudha e rilindjes ka pasur personalitete, mendoj që ka qenë sakrificë e tyre dhe një kontribut shumë i madh që ne sot kemi edhe shtetin ton, në sensin jo vetëm të një botë kuptimi, po dhe një botë formimi që ata patën mundësi dhe pse Shqipëria ishte thellësisht e pashkolluar, thellësisht e pa infrastrukturë, pa industri, pa asnjë gjë. Ata patën vizionin dhe patën fuqinë intelektuale të cilët ngrinin teza, të cilët e prevalonin dhe e ngrinin kombin ton, apo po të marrë një rast në 1917 mos gaboj, The Guardian, Manchester Guardian, shkruante për Imzot Nolin, njeriu i cili në çdo vend të botës do t'i bënte nder vendit. Edhe kjo tregonte për erudicionin e tij, apo kemi pastaj Fishtën, i cili është më për masa kombëtare dhe Fishta është njeri Noli Fishta në optikën time këta duken autodidakt dhe janë njerëz cilët Shqipëria edhe sot me qiri nuk i ka, ti kërkoj nuk i gjen. Ka dhe personazhe të tjera, po qëndroj te këta sepse mendoj që Shqipëria përveç se ne identifikohemi si njerëz të
pushkës dhe të shpatës, do duhet të identifikojmë dhe si njerëz të penës. Bota ka herojnë të luftës, ka dhe herojnë të mendjes, dhe ne duhet i prevalojmë edhe herojnë të mendjes. Ne muskujt i zgjedhim përpara. Po, ky është një problem që nuk e kemi vetëm ne, ka dhe Kosova, e ka dhe Maqedonia, po them te faktori shqiptar, se për këta flas. Madje një prej problemeve mos u larguar shumë, një prej problemeve që kishin faktori shqiptar Maqedoninë e Veriut sot lidhet me faktin që në librat e gjeografisë Kosova përcaktohet si Metoi, që është një problem thellësisht dhe që në Shqipëri duhet japi zë sa më shumë, sepse Kosova, termi Metoi është term kishtar dhe lidhet dhe atashon me faktin që është pjesë e Serbisë që nuk qëndron më kjo gjë, s'ka qëndruar kurrë, por është kjo gjë. Tani për sa i përket Ahmet Zogut, unë mendoj që figura e Ahmet Zogut në Shqipëri për shkak të komunizmit është goditur jashtëmase. Ahmet Zogu neve na ka bërë një të mirë që pasaporta... Dhe Parlamenti 21-shit është kryesisht për merit të Zogut, që thirrë në konferencën e Lushnjës. Por të them vetëm këtë, Ahmet Zogu ka bërë në kohën që kur ai drejtonte, ka pasur vendi jonë, edhe pse ishte në atë situatë si ishte, ka pasur një siguri breslënse. Kishte një database të dhënash dhe unë jam habitur dhe të besoj shumë pak njerëz. Database duket si term i ri teknologjik. Database kuptimin të dhënash, regjistra. Po, regjistra, se unë përdora database në këtë sens, po. Kishte regjistra ku kishte dhe emra të cilët gjatë ishin bashkëpunëtor me grekët apo me serbët. Më pas komunizmi i mori këto emra dhe i përdori pastaj sikur këta bashkëpunonin me Zogun dhe ishte komplet e deformuan komplet historinë sipas interesit tyre. Por fakti pasaportës që pati një vlerë shumë dhe askush nuk e thot. Pasaporta jon kishte një vlerë, shkoj edhe në Amerikë, edhe sot pasaporta jon se ka atë vlerë, ne tentojmë me shpirt. Kështu që këto janë disa prej pikave, po të marr për mos të hyrë në detaje më shumë, por koha do tregoj në vite më vonshëm, sepse ne jemi pak emocional tani kur gjykojmë historinë, sepse nëpërmjet brezave tan dikush e ka prekur, nëpërmjet gjyshit, nëpërmjet sërgjyshve dhe kanë akoma këto gojdhanat. Mendoj që koha do t'i japi secilit prej këtyre kontributin real që këta kanë lënë në historinë e vendit tonë dhe besoj që koha do i vlerësoj akoma më shumë edhe kur t'u lumtojmë pa emocione politike. Kur e thua koha, më kap pak paniku, se më duket sikur njerëzit do bëjnë asgjë. Është proces. Po njerëzit do duhet ta shtyjnë si proces, por është i tillë, është, nuk ke çfarë. Sikur koha do punoj për ne, po asnjë nga njerëzit nuk do punoj për kohën. Është e çuditshme kjo, ndonjëherë koha punon për njerëzit dhe jo njerëzit për kohën. Unë mendoj që Enver Hoxha. E kuptoj. Qofse ne sot flasim për problematikat që ka Shqipëria dhe për rrugën që duhet mirë të Shqipëria, ky person i ka bërë dëm vendit tonë pafund. Pra ne kemi pasur gjithmonë dëshirën dhe mendimin që duhet jemi në perëndim. Fatkeqësia, po them, që përjetoi shoqëria shqiptare është që u mbyll në vetvete. Pra u bë një vend i cili krijonte fabulat e veta, krijonte prallat e veta dhe vrau shpirtin e shoqërisë shqiptare, vrau ndjenjen e shoqërisë shqiptare dhe baltosi figura të cilat realisht kanë kontribuar për vendin tonë. Këta për qëllime të tyre personale dëmtuan figura historike, dëmtuan dhe filluan shpallën armiq të pafund elitën e vendit dhe fatkeqësia është që këta deformuan orientimin e shoqërisë. Pasojat që ne kemi sot në këtë shoqëri dhe mënyrën se si po ndodh e gjithë procesi politik në Shqipëri, vijnë pikërisht gjenezën e kanë tek komunizmi dhe tek
kjo fare keqe e cila në optikën time vetëm e dëmton vendin dhe nuk jo vetëm e dëmton edhe ka dëmtuar, por duhet shuar sa më shpejt sepse komunizmi nuk ka mbjell asgjë përveç se varfëri dhe fatkeqësi. Të mendosh që statistikat tregojnë që figura e Enver Hoxhës ka filluar gjithnjëherë më shumë të vlerësohet në kuptimin që por para disa vitesh ta kur shpjegoj edhe këtë pse ka ndodhur, se 1% mbaj mend 44% e shoqërisë mendonte që Enver Hoxha ka pasur një impakt pozitiv në historinë e vendit. po sepse ke edhe pjesë njerëzish që thonë që Enveri nuk dinte gjë se çfarë bënte Mehmeti. E kupton, kështu që po edhe Rama sot nuk e di se ç'bënte Balluku. Nuk e di se çfarë bën Balluku me këto, po dhe Berisha nuk di se çfarë bën këta të tjerë, kështu që po kështu që janë këta, domethënë po të shikosh është e njëjta mundësi, po. Është si shkollë, universitet për politikë. Po prandaj po them këta janë për të keqen, universiteti së keqes. Universiteti së keqes, por çfarë ndodh? Po të shikojmë në tërësi, këta gjatë gjithë kohës tyre, edhe pse sot e duan dhe po të shikosh është e frikshme se janë bërë dhe studime në shkencat sociale për këtë gjë, për shkak se ne nuk kemi ngritur institucione të shëndetshme dhe nuk kemi krijuar një strukturë të shëndetshme dhe ne kemi individin, jo institucione. Ne kemi individin dhe prandaj këta kanë nostalgji për Enverin, sepse ca kanë nostalgji për Edi Ramën, ca kanë për Berishën, ca kishin për Metën dhe këta kanë për Enverin, kështu që është e kuptueshme. Ca kanë sindrom në Stockholmit që bien dashuri me dhunuesin. Ajo është ajo si pasojë. Sheshi Skënderbej. Në fakt, unë kur e zgjodha këtë foto, po mendoja e kam të freskët një përjetim në fakt. Unë nuk jam shumë i bredhur kështu në përbot. Mirë po, muajin e kaluar unë ndodha në Londër. Brodha pak do me thënë. Brodha pak. Me një ftesë të një miku tim. Edhe atje duke para të gujdierin, po më thonte që në një cep në një pjesë të lumit të Londrës, më tregon një ai pubi aty, ai pubi është 500 vjeçar, dhe është akoma pub. Edhe unë tani kur po nxirja këtë foton e sheshit Skënderbej, po mendoja që ne sheshin Skënderbej, jo vetëm që nuk e kemi 500 vjeçar, po e kemi ndruar një 4 herë. Edhe në aspektin arkitektonik. Kjo ishte kjo si perceptimi im tani, nuk dua të kushtëzoj. Jo, ti shko kur më dhe këtë, unë do të thoja që më mirë të kishe gjetë në një foto më zgaboj rrugë Dibrës, ajo do të ishte më simbolike, sepse aty kishte shtëpi të vjetra Tirase dhe Dibrane. Dhe kjo nuk është pak simbolike. Jo, kemi vënë një piramidë në mes të sheshit. Dhe nuk diskutohet. Tarace e parkimit poshtë, domethënë. Është tarace e parkimit poshtë, më do të them, po do të them në dy koncepte. Ky është një projekt i italianëve. Italianët kur i bëjnë projektet i bëjnë me avantgarde, po them me vite. Kur i dizenjua aksi bulevardit, po. Aksi bulevardit, se pastaj këta çfarë ndodh? Unë mendoj që ne nuk kemi respekt hiç dhe jo ne kemi, por politika jo nuk ka respekt fare për të shkuarën. Ne nuk kemi respekt fare për tradicionalin. Pra ne edhe qendrën e kemi kështu, sa i bën sa 10 vjeçare, 5 vjeçare. Ne kemi mundësi komuniste viti 0. Vjen një kryeministër, do e bëj gjithçka nga fillimi. Vjen një kryeministër tjetër e bën gjithçka nga fillimi. Në çdo vend të botës kur zhvillohet një kryeqytet, se kryeqyteti është e kuptueshëm që duhet zonë urbane, zonë ekonomike, pjesën vitale, siç ka qenë, e ruan. Dhe nëse do të bëj projekte zhvillimore, kalon në plan të dytë. Po ka qendra të tjera. Do thënë neve këtu po të shikosh, këtu është bërë masakër infrastrukturore për shkak se ne nuk kemi respektuar historinë tonë. Të mirat keq, me komunizëm pa komunizëm, është historia jonë, ne nuk e xhbëjmë dot. Ne nuk kemi gomë për ta fshirë. Dhe ne duhet ta respektojmë. Dhe këtu do duhet ishte edhe vizioni politikanëve shqiptar, por nëse ne do t'i pyesim ata, s'kemi për të marrë kurrë një përgjigje se ata s'ta japin mundësinë t'i pyesësh për këto gjëra dhe për këto investime, por të jep një nostalgji sepse çdo gjë mund të ishte ruajtur dhe zhvillimi mund të kishte pasur një projekcion më ndryshe dhe sheshi Skënderbej mund të ishte akoma një shesh pa shumë kulla, se aty do mbushet me kulla, dihet projekti tani. Dhe ne jemi zhduruar në një vend të teknologjisë së informacionit, në një nga vendet që
Kanë kushtuar artikuj dhe media ndërkombëtare për inovacion. Megjithëse ne kështu kemi 4 student për matematik, po. Neve kemi diellën, domethënë tani në vendin më pak të zhvilluar në industri, më pak të zhvilluar, po të them, në infrastrukturë, në vendin ku korrupsioni prevalon në mënyrë të frikshëm, ministri apo kryeministri zgjedh që të na sjellë një rinjësi, i cili në fakt ne duhet ta pranojmë. Diella është vetë Edi Rama. Kështu që ne nëse pranojmë diellën, thjesht ai gjithmonë ka përdorur mekanizma për mos t'u atashuar. Dhe po të shikojmë, akshi që ishte në SPAK para disa ditësh, është diella. Dhe siç ka bërë disa kohë ministrin e jashtëm, bënde edhe kryeministrin, tashmë vetë ministri i inovacionit është kryeministri Edi Rama dhe diella është vetëm një makjazh, Një hologram teknologjik për të zhvendosur dhe për të matur impulset se si do reagon shoqëria apo për si diçka njërisi, sepse gjithmonë për të krijuar fabula dhe për të zhvendosur vëmendjen nga korrupsionet, duhet krijosh një fabulë më të madhe. Dhe e kupton ti çfarë ndodh në mediat britanike dhe mediat italiane, ku vendet ose në Gjermani dhe Austri dhe Britani që korrupsioni është minimal, se në Itali është pak më ndryshe. Edhe lexon ai dhe thotë që në Shqipëri ministri i teknologjisë atje lexon që se si neve ja kemi kaluar Europës e botës dhe jemi disa hapa para. Njësoj si shtoshte Enveri që Amerika trembet nga ne. Dhe bota perëndimore po habitet nga zhvillimet që po ndodhin në Shqipëri dhe ne jemi krenar për arritjet tona dhe gjithë së bashku shoqe të bëhemi grush rreth Edi Ramës për të sjellë fitoren. Shko, unë jam kundër çdo politikani, jam kundër çdo aktori i cili thotë dhe e përdor medjen që po më mbyllet fjala e lirë. E di pse? Sepse nëse ty mbyllet fjala e lirë, ti ke podcastin, ke rrjetet sociale, që mund ta lëshosh fjalën, ke dhe sheshin. Mund të dalësh aty në shesh dhe të thuash që mua po më bëhet kjo padrejtësi. Dhe e kam parë që tentojnë t'i bëjnë armiq mediat, ku unë jam... Edhe unë se kam kuptuar këtë manim për të goditur mediat. Ju duhet një armik, do t'a gjejnë. Madje ti ke individ të cilët sot mund t'jenë t'ullur këtu me ty, nesër mund dalin thotë Mirgeni është njeriu që mbyll fjalën e lirë. Ti do thuash, po unë të ftova, ç'të të bëj më? Se unë nuk të mbyll as fjalën dhe kjo ka ndodhur me disa media, me kolegë të mi. Kështu që rishpike e armikut, se ju duhet për fabulat e tyre dhe ju duhet për vota, unë mendoj që në kohët e sotme, media s'mund të jetë kur, sepse media ka editorialet e veta, ka linjën e vet, ka media cilat linjën editoriale e kanë majtas, janë në drejtën e tyre, ka media që linjën editoriale e kanë djathës, janë gjithë në drejtën e tyre, ti nëse nuk e gjen veten te këto, ti zgjidh dhe të komunikosh me rrjetet sociale për mesazhe të qëndrueshme. Por unë me çfarë kam parë, asnjë politikani deri ditën e sotme ka retushim dhe kuptoj që ka momente që nuk prevalojnë lajmet, por askush nuk të ndalon ty që nëpërmjet Facebookut, pra nëse unë kam një denoncim sot për të bërë për filan politikan, dhe e di që mediat nuk do ma pasqyrojnë. $10 ka gjithse cili nga ne, ti fusi një sponsorizim Facebooku dhe minimalisht ajo do kapi diku te 200.000 veta që do e shikojnë atë lajm. Po 200.000 veta do e shpërndante miq dhe nuk është më kjo për të atashuar median. Media është ti mund të atashosh median po, nëse ti e shikon që media bën një editorial pa fakte ndaj teje. Okay. Dhe mund të atashosh median kur ti shikon që nga e vërteta ta kalojnë në subjektivizëm dhe nuk janë më media, po janë parti politike. Atëre mund t'i atashosh, por për sa kohë ti thua nuk po më japin mua fjalën, ti nuk ke nevojë ta gjesh fjalën aty, sepse fjalën ti e merr
në çdo moment të mundshëm. Ishte shumë interesante kjo, domethënë me një bilet kinemaje ti mund të shkosh tek 10.000 njerëz nëse Ta do mundson Facebooku, ta mundson Instagrami, janë Është rrjete vërtet, të është cilat vërtet. për këtë punë janë bërë, dhe YouTube-i. YouTube-i futu, po ke shikueshmëri. Pra një problem sot në optikën time që mund të shohim është që nëse ti do të matësh sa i ndjekshëm je, futu dhe shiko çfarë klikimesh ke në YouTube. Edhe se si e shet këtë material ti në rrjetet sociale. Dhe kjo është e gjitha që lidhet drejt për drejt me viralitetin, madje më kujtohet këtu në Turqi, pati një përplasje dhe shpeshherë ndodhin atje përplasje, dhe dikush zgjodhi të denonconte Erdoganin nëpërmjet YouTube-it. Bëri diku te 10-12 seria në YouTube, gjithë dokumenta. Sipas indekseve është vendi i fundit në Europë për lirinë e medias. Metaj për shembull mund zgjedhë të hapi një podcast dhe thotë të denoncoj Ramën, kam këtë filan dokument, pa i vetëm mesazhe i çon Ramës. Do vi unë, do flas unë, do bëj unë. Po kështu që e ke mundësi nëse do të thuash fjalën. Ky është thelbi, pastaj nëse do nxjerrësh pretekse. Interesante dhe është e vërtetë se ne e dëgjojmë shpesh nga aktor aktivist këtë ankesën për hapësirën e komunikimit që deri diku bën sens ajo që ti thua, domethënë sot është eksaktësisht koha ku nuk mund ta ankohesh për këtë pjesë. Prandaj po them, media sot, këto mediat konvencionale tashmë duket sikur pak nga pak po dalin nga loja. Po. Ermal, unë të falenderoj shumë. Ne patëm një bisedë shumë të mirë, unë u kënaqa ndërkohë që ne bisedonim bashkë, shpresoj shumë mos të kem lodhur. Jo, as pak, për mua ishte kënaqësi, unë erdha me shumë qejf edhe kaluan disa minuta. Ditë e mbarë, do me thënë, gjithçka shkoi shumë mirë, edhe vetë shijova. Shumë faleminderit. Unë ju falenderoj ju për ftesën edhe për kohën tuaj gjithashtu. Edhe ne gjejmë rastin të falenderojmë edhe për kontributin. Unë kur thash e shijova është sepse përgjithsisht vendi më i mirë kur dua të kaloj kohë midis kështu mendjeve racionale që janë kështu edhe me një lloj karakteristike të qetësisë edhe të analizës analitike që pak e shohim në vendin tonë edhe kryesisht të rendim drejt spektaklit, emocionit edhe iracionales. Domethënë shpeshherë njerëzit tentojnë që të thonë atë që duan të tjerë të dëgjojnë dhe jo përfundimet e një analize që është racionale. Njeriu duhet të bëj dhe të thotë ato që e bën, që i beson dhe që e bën të ndihen mirë. Unë shpresoj shumë të shtohen individët të cilët nuk presin që koha ta ndihmojë të vërtetën, po t'i japin dhe ata një dorë. Kështu që duke shpresuar që kjo të ndodh, unë miq ju le takim në komunikimin e radhës, duke u ndarë këtu edhe me të ftuarin e radhës me Ermalin. Faleminderit.